Faleminderit. Ish zëvendës Ministri i Energjisë dhe po e ritheksoj këtë sepse ne do të flasim sidomos për çështje që lidhet me energji. Ne u ndalëm gjërësisht një ditë më parë, ju keni pasur një deklaratë sot nga selia e Partisë Demokratike lidhur me atë çfarë tashmë dihet, pra përjashtimi nga komuniteti ose nga traktati, nga komuniteti i energjisë i Bashkimit Evropian. Po i bie shumë shkurt sepse pas do ndaleni ju mëngjesisht. Çfarë ishte ai vendim i djeshëm? Pra, kur them çfarë ishte, e kam në sensin nuk besoj që është një vendim që vjen sot për nesër, po bëhet fjalë për diçka më afatgjate se sa kaq, pra gabime dhe fajet që janë bërë në terma afatgjat, apo jo, nga qeveria shqiptare që çojë ky vendim? Të paktën 2 vite. Të paktën 2 vite. Pra, raportimin që komuniteti e priste sekretariati i Vienës dhe komuniteti i energjisë që pristen për detyrat e lëna për Shqipërinë. Në dhjetor të 2 vite përpara, 2023-shin, ende nuk ka raportime për ato detyra dhe angazhime që pala shqiptare, qeveria shqiptare kishte marrë. Dhe këto janë angazhime të rëndësishme, nuk janë angazhime të cilat mund të kalojnë me një trënd klapsit. Këto kanë lidhje me sigurinë e furnizimit me energji, dhe energjia është strategjike dhe sot të gjitha vendet në radh parë edhe për zhvillimet gjeopolitike energjinë e konsiderojnë asetin e tyre kryesor. Kanë lidhje me sigurinë kibernetike të rrjeteve, ka lidhje me transpozimin e plot të disa direktivave, por e disa rregullorëve teknike, me tregtinë ndërkombëtare të energjisë, me çështje të cilat janë teknike dhe jo vetëm teknike, kanë lidhje me sistemin tonë të energjisë. Dhe për një vend i cili të paktën me fjalë i ka vënë në vetes detyrë kryeministri që të përfundojë procesin e hyrjes në Bashkimin Evropian me antarë me drejta të plota brenda pothuajse 4 viteve, sigurisht që një shuplak e tillë na tregon qartë, ul qeverinë me këmbë tokë, na tregon qartë se çfarë tutje retorikës, çfarë është duke ndodhur me administratën dhe me qeverinë shqiptare. Pra, tutje retorikës çfarë duhet të bëjmë? Shikoni se ku jemi. Dhe paralajmërimi që marrim që nëse nuk raportohet dhe nuk plotësohen kushtet, deri në korrigimin e 6-s. Që të kuptojmë, komuniteti i energjisë dhe sekretariat i Vienës, që shërben sekretariat për këtë, dhe traktati me vende, kjo është, nëse mund ta themi, një paradhom për të hyrë në Bashkimin Evropian. Pra, tregu i energjisë, të gjithë vendeve që bëjnë pjesë në këtë traktat, duhet të përshtatet në mënyrë tillë nga pikpamja e legjislacionit, nga pikpamja e ekonomisë, nga pikpamja e kapaciteteve institucionale, në atë mënyrë sa që hyrja në tregun e përbashkët të energjisë Bashkimit Evropian të jetë sa më e butë, sa më e lëmuar, pra të mos krijojë problematika. Se me tyra aty brenda pastaj ke obligime tjera që rrjedhin nga të qenurit antar. Ne kemi 2 vjet që nuk bëjmë asgjë në këtë pikë, e me sa duket, ja ku erdhi dhe Pra, parlamenti. bëjmë hapa kundër direktivave dhe legjislacionit Bashkimit Evropian, përsa e përket energjisë etj. Shikoni, duhet të themi diçka. Shqipëria nuk është supozuar që sapo del direktiva miratore ta transpozojë atë. Sepse dhe vendet anëtare kanë një periudhë tranzicioni që zakonisht shkon 6 muaj, 9 muaj, 1 vit për ta. Po, ne kemi marrë vendime gjatë këtyre viteve. Jo, këto janë angazhime të marra vetë ka para shqiptare. Dhe janë detyrat vendosura edhe për Shqipërinë dhe vendet e tjera të traktatit. Me t'i marrë këto angazhime, me të futur në